Ines apo në kthimin e Shqipërisë në një heqim kuazi në narkoshtet. Tani, leadershipi i tij tashmë është i padiskutueshëm dhe këto është me fakte dhe do duhet nuk është se jemi ne që do duhet ta pranojmë, por është gjë që tashmë është e gjithë pranuar. Pra kemi bëmë një personazh të jashtëzakonshëm, po themi, po të kemi parasysh historinë e tij, arratisjet, mënyrën se shikoni, edhe momenti kur është bërë ekstradimi, Ekuadori fatikisht vendosi disa kushte, sepse ai tashmë ishte dënuar atje dhe nuk duhet bënte më shumë se 13 vite burg, nëse keni parasysh, po themi, detajet të dosjes. Ajo që duhet kemi parasysh që nuk është vetëm Dritan Rexhepi. Shiko, ky lloj trafiku që bëhet sidomos në Ekuador, pa në Guayaquil, është pikërisht sepse 90% po themi e trafikut kokainës që vjen nga dy vendet të cilët sepse është thjesht pozicioni që ka Ekuadori në Perus dhe Kolumbis, normalisht që kalon pikërisht nga portet, e them portet sepse zakonisht përdoren disa porte të tjera, jo porti zyrtar, po themi i Guayaquilit. Kështu që janë disa delta që krijohen në jo mocaliste të cilat aty pothuajse gjithë qyteti, pothuajse gjithë të huajt fatikisht merren me këtë lloj trafiku. Dhe një gjë interesante do të ishte fakti që ka një bashkëpunim të jashtëzakonshëm të atyre që quhen Ballkanas. Madje ka një bashkëpunim të jashtëzakonshëm midis kosovarëve dhe serbëve, të cilët pikërisht duke pas parasysh këtë lloj biznesi kanë lënë me janë atë flamurin, po themi, të patriotizmit dhe kanë ngritur flamurin e kokainës në rastin konkret. Pra kanë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Flamuri i Badrës si është flamuri i kokainës? Në kuptimin që i ka bashkuar biznesi, pra në rastin konkret, i ka bashkuar ky lloj biznesi, pavarësisht faktit që siç e dëgjojmë shumë herë që kanë probleme me njëri tjetrin në lidhje me pjesën, po themi, etnike apo pjesët e tjera. Kështu që ky lloj trafiku tashmë, sepse dy portat kryesore kanë qenë gjithmonë ose tre, po nëse do i marrim, Spanja, Holanda edhe Belgjika, po themi. Problemi ishte që tashmë u ndryshua edhe destinacion, pra me këtë lloj, po themi, leadershipi që kishte zoti Rexhepi, tashmë një nga pikat fatikisht ku hynte, po themi, kokaina ishte edhe Italia, dhe pse jo dhe Shqipëria me anë të atyre të famshme. Gjoja Tauro dhe po, jo vetëm, por edhe me Shqipëri, kryesisht me anë të bananeve, pra që e kemi parë shumë herë që se çfarë ka ndodhur. Pra, por ama në Itali kjo u bë problematike dhe prandaj edhe antimafia dhe po themi sektori kundër drogës në Itali i dhanë shumë rëndësi bashkëpunimit më pas, madje edhe SPAK ka qenë pjesë e këtij bashkëpunimi kohët e fundit, edhe në takimet që ka pasur edhe vetë detuesi SPAK, sepse panë që shiko, ky lloj leadershipi ishte bërë problematik tashmë pikërisht që vinte nga Ekuadori. Dhe nuk është vetëm thjesht po themi për pjesën sepse hynte në Shqipëri. Problemi ishte që tashmë ishin prishur të gjitha ato rrugët tradicionale, po themi të trafikimit, dhe do duheshin të hulumtoheshin pikërisht të rrugë të reja. Ju bërë një pyetje që parë, a ka rrezik për po themi për arratiset e tjera. Shiko, arratiset e Dritan Rexhepi kanë qenë spektakolare, që tregon për mënyrën se si ai fatikisht ose tregon edhe për karakterin e tij ose atë çfarë ai përfaqëson. Dhe nuk besoj që ky rrezik, po themi, të jetë dobësuar tashmë. Është eminent gjithsesi në çfarë do lloj momenti, pavarësisht kushteve, duke pas parasysh dhe kushtet që kemi edhe ne në Shqipëri, kështu që nuk është se jemi në ato nivelet jashtëzakonshme, po themi të sigurisë. Kështu që por ama është interesant nëse do shikosh rrugtimin e tij që është nga viti 2010, sepse datimi i trafikut nga Ekuadori filloi që është nga viti 2006, po në mënyrë sporadike ishin thjesht pjesë të grupeve të tjera. Qenia lider fatikisht menaxhimit tërësisht nga ata, pikërisht nga Dritan Rexhepi dhe grupi i tij, në bashkëpunim të ngushtë do ta theksoj me italianët, me kompaninë Bello, në raste konkrete bëre atë një lider të padiskutueshëm dhe pse jo që të shtoj diçka zoti Çaça tek